Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin policor të koduar Network, duke goditur 3 raste të ushtrimit të prostitucionit në apartamente me qira në zonat të ndryshme të kryeqytetit. Gjatë operacionit u zbuluan 3 apartamente, ku zhvillohej kjo veprimtari kriminale, të ndodhura në rrugët Ibrahim Rugova, Hoxha Taksim dhe Myslim Shyri. Si rezultat, u vunë në pranga 3 shtetase kolumbiane, të dyshuara se ushtronin prostitucion, si dhe një shtetas spanjoll, i cili dyshohet se shfrytëzonte 3 prej tyre për këtë aktivitet. Të arrestuarat janë shtetaset kolumbiane ML, 21 vjeqe, VY, 25 vjeqe dhe LD, 35 vjeqe, të cilat ushtronin prostitucion në një apartament të marrë me qira në rrugën Ibrahim Rugova. Po ashtu, u arrestua shtetasi spanjoll JD, 26 vjeç, i dyshuar si shfrytëzues i tyre. Ndërkohë, policia ka referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedim penal për 2 shtetase shqiptare, VO, 34 vjeqe dhe SSH, 24 vjeqe, të cilat ushtronin prostitucion në 2 apartamente të tjera, në rrugët Hoxha Taksim dhe Myslim Shyri. Gjatë kontrolleve, u sekuestruan një shumë parash e dyshuar si e përfituar nga prostitucioni, si dhe disa telefonat celular. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.